Si pasojë e rreshve intensive gjatë orëve të fundit, ka patur një rritje të niveleve të lumeve në disa qarqe të vendit, gjë që ka krijuar problematika serioze, kryesisht përmbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Situata më problematike paraqitet në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqe të tjera situata është në monitorim ose pa rrezik. Strukturat e mbrojtjes civile dhe forcat armatosura, nën koordinimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, janë angazhuar në terren për përballimin e emergjencës, evakuimin e banorëve ku është e nevojshme dhe minimizimin e dëmeve. Situata sipas qarqeve paraqitet si më poshtë. Qarku Shkodër ka një rritje të nivelit të ujit në fshatin Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore. Qarkullimi bëhet vetëm me mjetet të tonazhit të lartë. Ka rritje të sipërfaqeve të tokave bujqësore nën ujë, 15 banesa të rrethuara nga uji në vallën e Dejës. Në disa fshatra të Malësisë së Madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh, prezencë e shtuar e ujit në rrugët autorurale, gjë që ka shkaktuar dëmtime. Në qarkun e Lezhës, rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Është bërë evakuimi 2 familjeve, një në fshatin Ishull Shëngjin dhe një në fshatin Kakariq. Rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji, kryesisht në njësinë administrative Dajç, Babulloj, Balldrand dhe Shënkoll. Ka rrëshqitje dherash në fshatrat të Rëvic dhe Tresh. Po punohet për mbylljen e çarjes së argjinaturës në lumin Droje në fshatin Tukagjin. Angazhimi i forcave të armatosura dhe mjeteve. Në total janë angazhuar rreth 150 efektiv të forcave të armatosura, mbi 20 mjete të kalueshmërisë së lartë dhe tonazhit të rënd, 10 gomone motovarka shpëtimi, 15 pompa thithëse me kapacitet të lartë dhe të vogël. Forcat janë shpërndarë kryesisht në qarqet Shkodër, Lezhë, Vlorë, Durrës, Gjirokastër dhe Fier në funksion të evakuimeve, përforcimit të argjinaturave dhe largimit të ujrave. U bëhet thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura të ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore dhe të mbrojtjes civile, të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht në zonat të përmbytura ose ku ka rrëshqitje dherash, të raportojnë menjëherë çdo situatë rreziku pranë strukturave përgjegjëse, të bashkëpunojnë në raste të evakuimit për garantimin e sigurisë së jetës dhe pronës. Situata vijon të monitorohet në mënyrë të pandërprerë dhe strukturat përgjegjëse mbeten në gatishmëri të plotë.